ai të presi atje, vi analiza, po dolet negative, të dali, pozitive, vjetë shëriti. Kjo ka ndodhur. Kur vatëm me vonë shëritin, ja këtute, një sekund. Po pra, dhe ju e thatë aq më pak. Po si e dini ju këtë? Më falë. Nuk e di për... Në 2024 Bashkimi Evropian 77.000 raste. 77.000 raste. Në kufi? Bashkimi Evropian, vëlla. Ne si me antar. Është marrë një vendim për bllokimin e produktit? Dhe nuk e di këtë. Si që thash, një sekund, do pyet prokuroria, por unë prandaj fillova bisedën tonë, ju thash, ka dy lloje të vërtetash. Po jo, duhet... Jo, po shiko, se njerëzit nuk i dinë sa gjëra. Thash, e vërteta e përcaktuar dhe pa përcaktuar. Pjesa pa përcaktuar merret hetuesia, prokuroria, sistemi i drejtësisë. Ajo që është e përcaktuar është ngjarja faktike. Dhe në sipas ngjarjes faktike ka filluar me ardhjen e ushqim në pulës, është marrë mostra, ka qenë detyruar të presi, nuk priti. Ju s'keni asnjë mekanizëm për ta garantuar sigurinë ushqimore shqiptarëve? E keni në vlerësimin individual të tregtarit? Ka procedura zotin sipas ligjit dhe garancia ushqimore është që ne nuk kemi roje me armë ke dera e biznesit, se s'ka se si. Dakor? Ajo që bëjmë ne është që zotëria që i është futur punës së tregtisë dhe që se ka për herë të parë dhe që ka qenë shumë mirë në të kaluarën, do të bëhet presi. Atë nuk e dim nëse si kemi bërë analizat gjithmonë aty. Se nuk ishte, po ta them unë, por kaq sa di unë, që nuk ishte në listën e personave të rrezikut. Me ashtu të lartë. Mbas këtij momenti, ky për 10 ngarkesat e ardhshme, siç është procedura, do kontrollohet një. Në qoftë se nuk i gjitet licenca. Nuk e di këtë pjesë. Janë procedura që hyn ke pjesa juridike që unë nuk jam jurist. Por po them që procedura është ndjekur sipas ligjit dhe kur personi është i detyruar me ligj, siç tha dhe zoti Panariti, që ta presi analizën aty. Jo, nuk është. Më fal, por ne s'kemi. Nuk është i detyruar me ligj. Po për çfarë merret analiza? Edhe herë. Mi bazën e urdhrit të ministrit Çuçi, ka qenë detyruar me ligj, mi bazën e urdhrit të 2013 të zotit Gencruli, që çdo parti madhe që vjen nga Brazili do ndalohet në pikën kufitar, do merret atë analizë do presin. Zoti Çuçi e ka ndryshuar urdhrin dhe ka thënë që do bëhet kontrolli vetëm në mënyrë të rastësishme dhe mallet do shkojnë tek pikat e magazinimit, si thënë. Pra nuk është i detyruar subjektet të presin, por duhet që AKU-ja me një vendim të ndërmjetëm të marrin vendimin për bllokimin e mallit kur ka indicje se produkti është i pasigurt. Dhe këtë rast nuk ka pasur asnjë indicie se jo në mënyrë automatike, nuk mundesh në mënyrë automatike. Domethënë ti biznesi që ta bllokojë mallin, sepse është urdhë që është bërë për mua, është urdhë më skandalos që ka bërë një ministër bujqësie që ka shkatruar ose ka shkallmuar tërësisht sigurinë ushqimore duke e hequr pengesën që